A e dini se cila është organizata më e fuqishme kriminale në Napoli? Jemi mësuar të dëgjojmë për Cosa Nostrën, jemi mësuar të dëgjojmë për Ndrangetën, por në fakt, kur vjen puna për rajonin e Napolit e Mëgjer, Camorra është organizata kriminale më e fuqishme dhe më e rrezikshme në këtë pjesë. Kjo organizat kriminale, e cila është e ndryshme nga dy të parat, dhe për këtë do të cilësim një sër elementër që do ta provojnë, është e rëndësishme apo është themeluar shumë herët, edhe pse më të fuqishme në Italinë e Jugut janë Ndrangheta dhe Cosa Nostra. Camorra daton prej shekullit të 18. Kjo për shkak se fillimet e para të kësaj organizate kriminale në fakt janë bërë në burgjet e mbretërisë së Napolit, e më pas u bën planet e para deri në shekullin e 20. Por ajo që bie në sy nga kjo organizatë kriminale është në fakt fakti që nuk është e organizuar dhe nuk është e centralizuar si organizatat e tjera të cilat jemi mësuar të shohim në Italinë e Jugut. Kjo vjen sepse nuk është e organizuar në aspektin familjar, pra në lidhje familjare, siç është ajo e Cosa Nostrës, apo në hierarki, po siç është Ndrangheta. Organizata kriminale e Camorrës është ndërtuar nga klane, të cilat herë kanë qenë në aleanca me njëra tjetrën, e herë kanë qenë në sulme të fuqishme me njëra tjetrën. Është një nga organizatat më të përgjakshme, të fuqishme dhe të rëndësishme, të cilat nuk është shumë kollaj për t'i dalluar, por ka një cilësi që dallon nga organizatat e tjera. Kjo për shkak se ka një sër të rinj të cilët janë të përfshirë, janë të dhunshëm, vrasjet janë makabre dhe përplasjet kanë qenë shumë të fuqishme kur ka ndodhur për të patur përplasjen mbi territor. Disa nga fushat ku operon kjo organizat, apo lobimet më të forta i ka sigurisht në shpërndarjen e kokainës dhe hashashit, në aleancë me Ndrangetën, sepse organizata e parë, pra Ndrangheta, e sjell kokainën dhe ndërkohë në rrugët e Napolit e shpërndan Camorra. Ndërkohë që në organizatën e tjetër Cosa Nostra, vetëm për një periudhë kohë kanë patur një bashkëpunim disa nga klanet e Camorrës. Më vonë ata ishin në një hasmëri apo në një përplasje të vazhdueshme. Disa nga elementet që e bëjnë të ndryshme këtë organizatë është fakti që në lidhjet e brendshme dhe të jashtme ndryshon nga organizatat e tjera. Për shembull, kur vjen puna për lidhjet e jashtme, një nga elementet kryesor të kësaj organizate është raporti që ka me mafian kineze, ndryshe nga organizatat e tjera të cilët jemi mësuar të shohim me Amerikën Latine apo me pjesën tjetër. Organizata organizatat kriminale të Kinës në fakt kanë një qëllim, pastrimin e parave dhe kontrabandën. Camorra, një pjesë të aktivitetit të saj, e ka me shpërndarjen e kokainës dhe hashashit në disa territore të heroinës. Ajo gjithashtu është e lidhur me grupet dhe organizatat kriminale lindore, të cilët bën shpërndarjen e armëve, siç është rasti i Ukrainës së fundmi, apo në organizatat të cilat bëjnë kontrabandë të cigareve apo të armëve, siç është në raport me kinezët. Gjithashtu, kjo organizat, pra Camorra, ka dhe një element tjetër në ndërtimin e saj. Të gjithë benefitet ekonomike të saj i çon në ndërtimin e rezorteve, në ndërtim dhe gjithashtu në pasuri të paluajtshme, në kazino e kështu me radhë. Një tjetër raport i cili po ashtu e definon këtë organizat është pastrimi i parave. Dhe kjo vjen nëpërmjet një elementi shumë të rëndësishëm. Futjen e korrupsionit dhe marrjen, penga, kërcënimin e zyrtarëve më të lartë në Napoli. Ata kanë ndërhyrë në zgjedhje, kanë ndërhyrë në zgjedhjet e kryetarëve të bashkive apo të zyrtarëve më të lartë të këtij rajoni. Një nga elementet kur korrupsioni është lidhur me Camorrën është rasti më i njohur, që është i njohur dhe botërisht, që është ai i menaxhimit të mbetjeve. Sot e kësaj dite Napoli, por edhe Italia e Jugut, vuan nga menaxhimi i mbetjeve. Aq skandal u bë aso kohe sa që sot e kësaj dite quhet si toka e zjarrit. Kjo për shkak se menaxhimi i mbetjeve ka qenë sfida më e madhe e Italisë, të cilët për fat të keq nuk kanë arritur as sot ta zgjidhin. Qyteti, nëse e shikon ditën apo natën, është i mbushur me plera kudo. Një tjetër element i cili është i përfshirë po ashtu
kjo organizatë kriminale është, po themi, trafikimi, apo pjesa e emigrantëve, sjellja në Europë përmes Italisë të organizatës kriminale Camorra të këtyre emigrantëve ka qenë po ashtu një tjetër sfidë që nuk është superuar as nga Italia dhe as nga vendet e tjera. Një nga elementet më të rëndësishëm kur vjen puna për organizatën kriminale Camorra është lidhja që ka me bosët e mafjas shqiptare, por edhe me raportet me shqiptarët në tërësi. Prej një periudhë shumë të gjatë, shqiptarët kanë qenë një element shumë i rëndësishëm i këtij grupi kriminal. Janë përdorur në masat më të larta të sigurisë së tyre, duke u përdorur si mbrojtësit apo linja kryesore e bosëve të Camorrës apo kryetarëve të klaneve që ata kanë patur. Një element tjetër ku kanë qenë të përfshirë deri në zinxhirin më të lartë kanë qenë në shpërndarjen e heroinës dhe hashashit, pra siç njihen në gjuhën italiane spacciatorët, pra ata që e shpërndanin të gjithë mallin të cilët e drogërave të ndryshme të cilët Camorra e kishte në zotërim nëpërmjet zonave të ndryshme. Një tjetër element ku shqiptarët janë të përfshirë është trafikimi, ajo i emigrantëve nëpër linja dhe rrugë të ndryshme të Europës, duke përdorur Italinë. Një tjetër lidhje e Shqipërisë dhe shqiptarëve me këtë organizatë të fuqishme kriminale është kur vjen puna për pastrimin e parave. Shumë herë është diskutuar në Shqipëri që krimi italian është duke u bërë gjithnjë më shumë prezent tashmë në çdo zhvillimin dhe hovin e Shqipërisë në ndërtim, sepse ka një linjë shumë të ngjashme të grupeve kriminale që janë duke u forcuar çdo ditë në Shqipëri. Kur vjen puna në ndërtimin dhe në rezortet në Bregdet, kur vjen puna në investimin e pasurive të paluajtshme që diskutohet her pas here në Tiranë, apo edhe në linjat ku Camorra është herë e fuqishme, e herë jo, ndryshe nga të tjerat, me lidhjet me Amerikën Latine. Ne thamë që ata kanë një lidhje me bandat e Ukrajinës, ne thamë që kanë lidhje me mafian kineze, por një nga lidhjet më të fuqishme që vazhdon të ketë Camorra është gjithsesi me bandat apo me grupet kriminale në Amerikën Latine, në Kolumbi edhe në vendet të tjera ku trafikimi i lëndëve narkotike është kalimi kryesor, pra i vendit ku ata e marrin këtë produkt e më pas të shpërndajnë në të gjithë Europën. Por ajo që është më interesante është mënyra se si funksionon kjo organizatë kriminale, me përfshirjen e shumë të rinjve. Është një nga elementet kryesor të funksionimit dhe organizimit të saj. Futja e të rinjve, përfshirja, konfliktet me njëri tjetrit, dhuna dhe përgjakja me cilën ndodh kur ata kanë përplasje. Nëse flasim për Camorrën, është tërësisht një gjë ndryshe nga ajo e Cosa Nostrës apo e Ndragetës, ku respektohet, ka disa element familjar, kanunore, deri në lidhje të cilat janë gati-gati familjare më shumë se aq, ndërkohë që tek kjo organizatë, pra tek Camorra, kjo gjë nuk është e vërtetë dhe nuk ka asnjë ligj, po themi që e përcakton apo e ka bota e nëndveshme e kësaj organizate kriminale. Një nga prokurorët të cilët prej kohësh është duke u marrë me investigimin edhe është duke investuar jo vetëm në marrjen e këtyre hetimeve, ka deklaruar në librin e tij që lidhja e shqiptarëve në këtë organizatë është shumë e fuqishme. Më lini koment nëse mendoni apo keni parë diçka të ngjashme apo keni lexuar për lidhjen midis shqiptarëve dhe organizatës më të fuqishme të Napolit, Camorra.